Tregon Ubej bin Kabi, Zoti qoftë i kënaqur me te, shoku i profetit alayhi salatu wassalam. Thot isha ulur, thot, me profetin alayhi salatu wassalam, me dërguarin e Allahut, dhe ai më tha: "O Ubej, a të tregoj, tha, një sure që kur nuk është shpallur më parë, as në Teurat, as në Injil, as në Zebur, dhe nuk ka të ngjashme me të në Kur'an." I tha: "Po, i dërguari i Allahut." I tha profeti alayhi salatu wassalam: "Çfarë lexon namaz?" Tha: "I dërguari i Allahut, tha, surën Elhamdulillahi Rabbil Alamin, domethënë surën El-Fatiha." Tha profeti alayhi salatu wassalam: "Ajo, tha, është surja e 7 ajeteve, Sab'ul Mathani. Pasha atë në dorën e pasha atë në dorën e cilit të shpirti im, pra pasha Allahun, nuk ka zbrit, tha, as në Kur'an, edhe as në Teurat, edhe as në Injil, pra në asnjë prej shpalljeve të mëparshme, si kjo sure. Surja El-Fatiha është përmbledhja, pra esenca e të gjithë Kur'anit famlar. Nëse Kur'ani është 600 faqe, 114 sure, esencën edhe ajkën e të gjithë Kur'anit, Allahu xhaleshanuhu e përmbledhi në një sure të vetme, që kjo është surja El-Fatiha, që ne mësojmë dhe themi në çdo namaz që falemi për Allahun xhaleshanuhu.